Me sa diun, krenaria është mëkat, ose është diçka jo shumë e pëlqyme në anën fetare. Po, nëse unë jam krenar për arritjet e mia, a është keq që të jem krenar? Krenaria dhe mendimadhësia janë dy vese të njeriut, me të cilat njeriu duhet të përballet me to, duhet të luftojë me to. Janë krejt të natyrshme. Por padyshim që ka disa momente që për shembull një prind ndihet krenar, kur shikon që biri i tij plotson atë dëshirën e tij, pra e shikon që ecën në rrugën e dur, shikon që është larg veseve, e shikon që ka dëshirë të punojë, ka dëshirë të prosperojë familjen e tij, ka dëshirë të krijojë familjen e tij. Padyshim që kjo e bën krenar. Dhe fjala krenar, I'm proud of my son, nuk është një në konotacion negativ për së vërtetës. Por që ne duhet të jemi krenar për disa gjëra, por krenaria kur përdoret pastaj si një jo vetëm për të nënshtruar të tjerë, por edhe për të përbuzur të tjerë.